Ornela Bujupi është një emër tjetër që po lë gjurmë në botën e stilit përmes krijimeve të saj unike, që variojnë nga veshjet më të thjeshta e të sofistikuara, deri tek vellot magjepsëse që marrin frymë. Ajo është mjeshtre e detajit dhe harmonisë vizuale, duke sjellë gjithmonë diçka të veçantë, ku çdo dizajn i saj është një reflektim kreativiteti të thellë dhe një dëshmi se moda është art i gjallë. Në rubrikën Influencë kam këtu të ftuar Ornela Bujupin, dizajnere, me të cilën do të ndajmë përvojën e saj si dizajnere. Përshëndetje Ornela. Përshëndetje Nora. Kënaqësi që të kam pjesë të rubrikës. A ka pas dikush në familje që e keni trashëgu këtë pasionin e dizajnit? Përgjithësi si familje, po. Si prent ashtu edhe ne e kemi pas gjithmonë dëshirë në modën në përgjithësi, pastaj edhe për dizajn normal veçanërisht one, po në përgjithësi është diçka familjare. Po ju si një moshë të re, sa ju kanë paragjyku ndoshta ato fillimet e juaja nuk ka keni mbush syrin të themi ashtu? Sa i përket pamjes fizike, gjithmonë normal ka qenë një paragjykim për një të moshës të re, por që normal me kalimin e kohës kur u zhvillu biseda dhe kur u pa puna që na e bojmë edhe për kushtimit që one personalisht e kam, atëherë ka bu me ndryshu çdo mendim. Po cilat janë kërkesa ndoshta këto vitet e fundit, a janë më të egzagerume apo më të thjeshta? Janë gjithë përfshirëse. Ka prej atyre që i dëshirojnë modelet më ekstravagante që ne ato i kemi, ka prej atyre më të thjeshta, ka edhe diçka që kërkojnë mesatare apo normal si që janë edhe të gjatë, të shkurtër, të ngushtë, gjerë. Jo përmendë që edhe vellot i krijoni, si është ndoshta të marrësh këtë përgjegjësi që t'ja krijosh një vello, një vajze që ndoshta është në natën më të bukur të jetës së saj? Them drejtën, është për mu pjesa më e rëndësishme është puna me nuset. Normal ka pak më shumë stres, nuk është krejt e thjesht, po që unë e di që nuset ndjenë rehat e konës, mundohem mi ofru gjitha. Po a i ka arrit Ornela synimet e saj që ka dash me imri në këtë fush, apo ka ende dëshira që duhet i realizoj dhe të punoj fort? Të paktën deri këto, për mu është gjithçka që unë kam kërku prej vetës edhe çka unë kam kërku ndoshta prej jetës, po e di që është veç fillimi edhe ka shumë përpara, edhe kam synime shumë më të larta se tash. Unë falenderoj shumë, të uroj shumë suksese, për mu ishte kënaqësi që ndove sa do pak përvojën tënde si dizajnere. Faleminderit, kënaqësi edhe për ne.